shpresë, frikë, poshtrim. Këto treja. Ne duhet bëjmë maksimumi që tulim poshtrimin dhe frikën dhe të rrisim maksimum shpresa. Në Rumani, për shembull, shumë thjesht, ja çon rrokat 4.000 euro brenda muajit, dhe çuditërisht mjekët nuk iknin më. Ne në fakt profesor kemi edhe një domethënë rubrik duke qenë se japim mundësi të gjithë ndjekësve që e ndjekin këtë podcast që të drejtojnë pyetje për të ftuarit domethënë që ne kemi. Kështu që ne dje domethënë publikuam një follow-up për pyetje çfarë mund të kishin dhe ndjekësit tanë janë kryesisht student, njerëz domethënë që merren në mjekësi, po dhe publik domethënë i zakonshëm që do të thotë e bukur po të jenë këtu ne i bëjnë live. Edhe ajo po besoj shumë e bukur. Do e mund ta organizojmë ndonjëherë atë. Pyetja e parë profesor që ne në ka ardhur për ju është pse nuk keni kandiduar për dekan ose rektor, duke qenë se kjo është periudhë zgjedhjesh në Universitetin e Mjekësisë. Studentët kanë qejf të shohin dekan ose rektor. Faleminderit për konsideratën, se kjo është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që në fakt është kryetari im një punë nuk po keni kandiduar. Unë kam një lloj alergjie të fortë nga punët e zyrës. Më vjedhur në zyrë dhe u marr me letra. Pra imagjinoj veten, ju jeni të rinj, nuk i mbani mend ato filmat me fantocin, me një tufë me dosje, me gjëra, dhe nëse vjen ditën e parë të punës, shoh zyrën tim për shkak ashtu është, me dosje, me gjëra për të parë. Pëlqen shumë atë puna dinamike, terren, me efekte që ti shef, ti jap një satisfaksion. Pra, mu nuk jep një satisfaksion të madh këtë shkresurina. Do bërë, patjetër, shumë rëndësi duhet të ketë njerëz që kanë bërë dhe vetë, pasi zëvendës dhe kanë atë gjë, po jo me satisfaksion. E bërë me një përgjegjësi zyrtare që do bërë kjo, dhe do bërë siç duhet. Dhe mendoj që duhet bësh diçka që të ndjen. Dhe pastaj janë dhe këto kritere tjera, statute me radhë, plus që në ndërkohë duhet të themi dhe të vërtetën. Unë kam zgjedhur dhe një rrugë politike që nuk është etike. Nuk është etike që të mash këtë lloj kandidimi ndërkohë që ke zgjedhur një rrugë caktuar, do moral kjo çështje. Dekani është një figurë morale, e kuptoj. Dhe nëse vetë ka bërë një zgjedhje jo morale, e paragjykon shumë, le të themi, funksionin e vet për ta. Çfarë pyetje profesor po më vjen tani, domethënë e kishit problem ndërkohë që kishit pozitën si zëvendës dekan, që dini edhe në mbrojtje të studentëve të mjekësisë ku ishte ajo fare, çfarë kishte aty për problem? Ose mund të kishte një presion ose shive, mjekët që janë mësuar me punu në presion. Heqim këtë pjesën e presionit. Presioni është pjesë e jetës, është krejtësisht normale. Çështja kush është? Çështja është kush diçka është e drejtë, duhet trumbetuar. Jo, diçka është e drejtë, është e drejtë. Tash nuk mund të shihej mazgishtet kur diçka është e drejtë. Gjithashtu s'mund të shihej mazgisha as kur diçka është e gabuar. Unë mendoj fort që njerëzit duhet kufizimi më i madh, burgu më i madh që mund jetojnë sa njerëz truri vet, fra kufizimet që i vjen vetes vet. Dhe momentin që fillojnë i hapin këto dyrë, kuptojnë që e lirë, ka asnjë lloj problemi. Pra çështja është si pa bërë gjën më mirë. Patjetër duke menduar që dialogu mund të zgjidhë gjërat, që bashkëpunimi mund të zgjidhë gjërat, që studimi më i mirë mund të zgjidhë gjërat, jo sherrë. Patjetër nuk bëhet kjo gjë thjesht për tu përplas, por bëhet si ta përmirësosh. E kuptoj. Dhe duke njoftuar komunitetin e studentëve, kam qenë student vetë, unë e di që nuk një student i studimit dhe mjekësisë për të hik. Po nëse ti mërzit qytëri, nëse ti filloj ve ligje kundra, nëse ti e vën pozita armiqësore etj, po patjetër do thotë ai ka një parim të vjetër popullit ton që thotë shko atje ku të ftojnë. Shko atje ku të duan. Pse shkon atje ku nuk të duan, ku të gjujnë, ku të majnë me zor. Kjo është rruga si ti heqësh, kjo nuk është rruga si ti mbash. Dhe unë mendoj shumë thjesht, mendoj që një tjetër sferi më kujton proverba. Tërheq më shumë miza, thot, mjalti se sa uthulla. Pra, merr mbështeti njerëzit, nuk ka nevojë të jesh kaq acarus dhe pastaj thu po pse njerëzit s'më vijnë. Pse nuk rrin këtu këta? Se acarus.
hapi një hapësirë, thuaj kaq që ka mundësi, deri këtu, këtë mund ta bëjmë, ju keni ndonjë pyetje, a ka ndonjë arsye pse ju hikni, apo jo? Dhe tash po ta jap ty, lajmë u pa puna. Gjatë javën vijim ne do paraqitem për shembull një raport që bëm për Konrad Adenauer, Reasons to Stay, e kemi quajtur. Studim bërë pikërisht me studentët që kush janë motivet e ikjes tyre dhe si mund të rrinë dhe çfarë propozojnë, problematika e merat, cilën do bëjmë dhe diseminimin e gjithë, e nisëm si policy paper të drejtën, po shkoj 140 faqe, kështu që nuk mund ta quajmë më bërë libër, por nis ka këtu. Pra gjeje problemin dhe kur e kupton problemin, ndoshta disa prej tyre mund të zgjidhësh shumë shpejt, disa prej tyre mund të duhet pak punë, dhe disa ndoshta nuk i zgjidh dot, sepse patjetër dikush që ka pretendim ta ketë rrotullën 20 euro në muaj, më vjen keq, nuk e bëj. Kajzo kemi mund të shpresoj të gjesh mundësisht në Paris, Berlin, ku diun. Por që të marrësh rrugën e drejtës, dhe unë mendoj që studentët të rinj të përgjithësisë dhe këtu dhe studentët që janë elitarët ato të mjekësisë, nisin gjithmonë nga e drejta. Nuk ka të rinj që niset nga e gabuara. Nuk ka njeri që lind pa dinjitet dhe pa respekt për veten. Dinjiteti dhe respekti mund ta humbësh rrugës. Po ti lind me ato. Dhe më qenie pastra se të rinj nuk ka. Kështu që të mbështesësh ato është krejt normale, pra që një prind të mbështesë fëmijët e vet është krejt normale. Unë kështu do shifsh atë trupën pedagogjike me studentët. Du më të mirë për ata, nuk du më të keqen, ti mbaj me zor, si që e ka kjo. Pra unë nuk do doja kurrë që fëmijët e mi, dy vajzat e mia, të hikin jashtë Shqipërisë, po nuk do ja lidh këmbët me vargonj. Pra do bëj çmos që aty të krijohet një mundësi që ato të kenë dëshirë dhe të shohin ardhmën e tyre në Shqipëri. Po nëse në fund fare ato do vendosin me hik, me një zemërthyrje shumë të madhe, por zgjedhja e tyre. Kështu që nuk zgjedhin gjërat me forcë. Gjërat duhet zgjedh me dialog, zgjedh me bashkëpunim, nuk bën ndryshe ato. Një pyetje tjetër profesor që na ka ardhur është, cili është motivi që juve ju mbajti në Shqipëri dhe a mendoni se vendi ynë ofron opsione? Nuk më mbajti, më ktheu. Ju ktheu. Unë jam por nuk kanë nga ta dinë kur kanë nuk e din pa. Këtë pyetje ma ka bërë Gregory Evans në 2015. Gregory Evans ka qenë ish dekan i shtetit publik Southern Georgia University. Ata kishin një projekt, vinin këtu rreth një muaj, maj qershor, si kjo periudhë, jepshin mësime me radhë. Dhe më tha pikërisht këtë pyetje, tha, pse je ti në Shqipëri? Pse ti me këtë diplomën tënde mund të punosh kudo? Don pak më parë thash që ne kishim 10 raste që tani janë në Europë duke punuar. Edhe fish me këtë diplomë. Dhe përgjigja ime ishte shumë e thjeshtë, unë mund të kisha nejt, si shumë tjerë, do kisha harxhuar gjithë jetën time dhe institucioni im do harxhonte shumë burime financiare, kohë, burime njerëzore me radhë, ndoshta do kishim bërë një përmirësim shumë të vogël të sistemit shëndetësor përkatës, pse janë shumë të avancuar. Ndërkohë që në Shqipëri, amerikanët do thonë të kaosi qëndron oportuniteti, vërtet, duke qenë se ne jemi në një situatë kështu siç jemi, nuk do të përdor fjalë pejorative, po kështu siç jemi, në 2015 ne kam thënë, mjafton të bësh një projekt për larjen e durve dhe ke satisfaksion dhe shef krisi, dhe shef përgjigje, shef të ndodhin sytë e ty diçka e mirë, diçka pozitive, shef rezultatet. Dhe fatkeqësisht ndodhi Covidi mbrapa dhe kush ishte ishte higjiena. Qëlloj, është rasti. Pra, ai satisfaksioni që ti të shohësh të realizuara të disa gjëra tujat që shpejt, shumë shpejt, me një lodhje shumë të vogël, pse? Sepse nevoja shumë e madhe. Që do të thotë, nëse kjo biblioteka e nderuar ku jemi ne do ishte të qenë super pis, ne vetëm një fshes lehtë do dukej të madhe ta. Tash që është e pastër, duhet bëjmë një ndryshim shumë të madh, do t'i investojmë shumë që ta bëjmë shumë më të bukur, apo jo? Është një gjë. Pra mund dha një satisfaksion. Dhe patjetër, arsyeja e dytë, thotë pas pak më parë, doja që familja ime, kalamajt e mi të rritshin me fis. Kuptoj. Të rritshin me njerëzit e vet. Dhe kjo është arsyeja pse për pushime shkojmë 3 veta bashkë, nuk shkojmë kështu tek. Kemi grup madh që ata të rriten me njëri tjetrin. Pra më shqetëson shumë pjesa e shkëputjes nga rrjeti social. E kam vujt vet, kam jetu 13 vjet jashtë Shqipërisë, nuk du ta vujm
Eko. dhe fëmijët e mi, o pastaj dhe zgjedhja e tyre. Shumë e bukur dhe kjo profesor. Një pyetje tjetër na thot në gjendjen aktuale arsimore dhe sociale të Shqipërisë. Çfarë mendoni që duhet ta motivojë një student që të zgjedhë të studiojë dhe të punojë këtu? Jo, në fakt e përmend edhe tani domethënë pak, po. Kjo është shumë pyetje e bukur. Shive, një student nuk e din studenti kur e merr vendimin, po vendimin studenti e merr bazuar mbi 3 lloje emocionish të mëdha. Okej, që janë? Ajo që e ka të lindur ka shpresën, Okej. e dyta është frika dhe e treta është poshtërimi. Këto 3 elemente, në varësi kush prevalon, do ta bëj ato që ta shohë të ardhmen këtu apo diku tjetër. Pra nëse ti lodhesh, shkollohesh, punon e me radhë dhe nuk të njihet ky efort, është një poshtrim. Dhe nëse kjo prevalon, ti do largohesh nga kjo. Nëse ti si fatkeqësi shumë të ri i shoh që kanë frikë për vendin e punës. Jo, frikë është frikë për vendin e punës, patjetër do shkojnë të kërkojnë një vend ku ata mendojnë që frikë kam siguri. Shpresa është tjetër element i rëndësishëm. Nëse ti nuk shef shpresë për të ardhmen, atëherë patjetër një student ka gjithë jetën përpara. Dhe mendon nuk ka vlen. Tash ti, pyetja e madhe është këtë lloj terreni kush e ka përgatitur? Studentët apo maturantët këtë rast? Apo e kanë përgatitur prindët e tyre dhe gjyshit e tyre? Me veprime dhe mos veprime. Tash e bukur është që po, patjetër është vrezi jon dhe brezi para nesh, patjetër. E bukur është që këta nuk e pranojnë fajin, është brezin ton. Dhe thonë, jo, pse hiqen ata hiqen. Shpaja atyre ata duhet të punojnë për atë dheu. Po ti pse s'punove për atë dheu? Pse nuk bëre ti një atë më të mirë që këta po s'kem pse të mendojnë tiken. Pra një parim i thjesht, një zgjuarsi e vjetër është kjo që mos u lodh të kapësh flutra. Në lodhe shumë. Do e kapësh në flutë, po do lodhesh. Dhe flutën do dëmtosh, nuk do jetoj shumë. Ndërtoj një baçë të bukur, vjedh sa lule të bukura, bëj një ambient bukur, vin flutrat vet. I shef, nuk i dëmton, kënaq bukuri. Pra puna nuk duhet të jetë me terrenin. Dhe ka një tendencë që në mënyrë instinktive të rinjtë e kuptojnë terrenin. Këtu duhem apo nuk duhem, më duan apo s'më duan. Dhe automatikisht kanë atje ku e dinë veten brenda të marrin atë vendim. Patjetër. Pra nëse këto mendojnë që në Shqipëri ka nepotizëm, nëse mendojnë që në Shqipëri të duhet mik, lek, parti, ku diun etj që nesër të kesh një punë e me radhë, por jo në Gjermani, por jo në Spanjë, ku diun tash po është pjellë dhe saretete, atëherë patjetër kjo është një shtysë e madhe për të ikur. Dakor? Nga krau tjetër amasa, ti e themi gjithë vërtetat. Brenda Shqipërisë, pritshmëritë e çdo njeriu janë top. Janë maksimale. Dhe momenti që lëviz për jashtë, redukton pritshmëritë e veta. Është dakord? Pra, nuk është se pretendon që shkon në Berlin ti tash dhe do bësh drejtori i Italit. S'ka në Shqipëri pretendon. Pse jo? Dhe një nga tjetër mençuria antike që ka filozofët e vjetër të Greqisë, ka qenë që për të qenë i kënaqur, punove pritshmëritë e tua. Ku është shëlete mbas 5 viteve? Kthehemi aty. Ta ajo pyetje. Si do punosh ti për këto 5 vite të arrish aty? Për një të ri 5 vite janë shumë. Në moshë po përse janë 5 vite kalojnë pothuajse për një herë. Po për një të ri 5 vite, për një 18 vjeçar 5 vite janë tmerrsisht shumë. Kjo për të arritur këto lloj njohurish herët do ishte kyçe pasja një mentori. E kuptoj. Kjo lloj zgjuarësie do jetë shumë e vështirë ti vi çdo triut. Do të vetë, nuk është natyrën e triut. Ka natyrë të jetë i vrullshëm, ka natyrë të jetë dinamik, ka natyrë të jetë antikonformist, ka natyrë të jetë kundër rregullave, edhe kundër familjes. Çfarë ka tendencë të jetë kontrapedal, është shumë mirë, kemi qenë gjithë të rinj. Prezenca me një mentori nga afat gjatë bën që shumë nga këto zgjuarsi mos të duhet vijnë me kalimin e vit, po ti kesh që herët dhe duke punuar mbi këtë bazë ec më shpejt. Ku çalojmë ne? Ne çalojmë këtu. Nuk kemi mentor. Ne s'kemi orientim, ne s'kemi zyra karriere, ne nuk e dim ku hiqen të rinjtë tanë me punu, sa të suksesshëm janë,
po flas për gjitha fushat, po flas për mjekësinë, se mjekësinë ne kemi të qartë. Prandaj ikin të qartë. Po prandaj na ikin në Gjermani, është produkt i mirë, mos kishin qenë nuk ti merrej. Por nëse ti din dhe krijon këtë sistemin alumni për shembull, dhe të kuptosh se ku janë, ti mund t'i japësh një orientim më të mirë të tipit. Çfarë do studiosh fizik kuantike në Shqipëri? E ke me të vërtet, apo do të shkosh diku shumë mirë, shpresoj, ambiciat janë gjithmonë pozitive, por gjasat janë këto. Do të punosh mjek, po mundësia më e madhe është që t'jesh në shërbim parësor. Thuaja njerëzve, nuk do jenë gjithë shefra shërbimesh QSOT-s. Nuk ka riposte edhe po duash. Po nuk ta thot njeria më. Ta thot logjika ftohtë. Por duhet të jesh aty dhe do t'i thuash të vërtetat. Dhe kështu bën që këto pritshmëri fillojnë dhe kapen nga realiteti dhe këtu krijohet kënaqësia. Pra unë kisha një pritshmëri të caktuar për vezmi dhe këtë hap unë e kapa. Bravo me qoftë, janë realizum. Është një lojë e madhe që duhet bëjnë prindrit e gjyshit. Pastaj kjo mund të jetë politika, mund të jetë menaxhimi, mund të jetë familja, s'ka rëndësi, po brezat sipër që për të rinj të krijosh një raport të duhur në favor të shpresës dhe jo një raport në favor të poshtrimit dhe të frikës. Po shkum kët, rruga është largohu patjetër, po të hyj një rrezik aty, mundësia më e madhe është që ne t'i largohemi rrezikut, jo të rrim këtu amë se s'prish punës. Pra, duhet jemi shumë konkret. Kjo bëhet vetëm nëse neve themi ky është problemi. Dhe për këtë problem ne duhet punojmë. Dhe nuk i pyeti njerin në ndjenjit time, Ministri i Arsimit nuk i pyeti 10.000 të rinj hikën për studime shtatorin e vitit kaluar, të 23-shit, dhe 10.000 hikën në shtatorin e 22-shit. Dhe nuk i pyeti kush se ikët. Pse? Në shifra i bën 1/3, pra 2 studentë u regjistru këtu, 1 student u regjistru jashtë. Pse? Se ne dim fare mirë nga këta 10.000 vetë, potencialisht shumica dormosa nuk kthehet më. Dhe ky është një largim që mosht herët dhe nuk është për arsye ekonomike, nuk është për arsye sigurie, nuk është për arsye politike, është për arsye arsim. Atëherë të pyesim, çfarë mungon? Çfarë mund bëjmë neve më mirë këtu? Kesh dhe çik kohë ta shohësh një çik realitetin Shqipërisë, ndoshta kur shkosh 22, 23, 24, ke sy tjera. 18 akoma nuk je ke mosha e dur për të vendosur kaq afatgjatë, kështu që duhet ky mentorimi që do të krijohen dhe ju tash jeni brez i ri, duhet bëni aktiv, duhet të krijohen think tank-et tuaja. Nëse diku është një dhomë e vjetër me erë të mykur dhe ato ide ka dhe ato prodhon, duhet diku të hapet dera të hyjë oksigjen. Dhe kjo oksigjen do ta jetë në ide. Dhe ne profesor mund të kemi këtë ide, po jo nuk është se sa gjë, nuk është ishte kritik. Jo, ishte do të them është shtytje, po e kuptoj, po duke parë domethënë hake dhe mbi ishte një pyetje që kemi çik përgjigje ne të depërtojmë. Po, është shumë e saktë. Kemi ide dhe dita herë. Një tjetër mentor Giancarlo Groscino, profesor i neuroepidemiologjisë Harvardit, tash e kemi afër, e kemi në Pulja, thot një diçka shumë të nënshur. Thot në CV ne vendosim projektet që kemi fituar dhe artikujt që kemi publikuar, jo sa herë kemi provuar. Një projekt mund të kesh provuar 10 herë, 15 herë, po atëherë kur atëherë ke vendosur. Pra mos prit success rate 100%. Nuk ka 100%. Se po të kërë qenë 100% dhe e pritshme, nuk do t'japi kënaqësi. Normal. Po t'jesh i sigurt që unë shkoj aty dhe i gjej këtë gjë, të duket rutinë natyrshme, po jo, duhet lodhesh. Dhe ajo lodhja, kur ti arrim, ti jep satisfaksion. Mesazh shumë i qartë, profesor. Një pyetje tjetër që na ka ardhur është, a ka patur përfshirja juaj në politikë ndikim në marrëdhëniet me kolegët ose me studentët? Jo. Asnjë lloj ndikimi. Jo. Një tjetër parim që duhet pasi i qartë është ajo që quhet qartësia ambientale. Pra njerëzit jetojnë shumë të lumtur mbasi arrin atë që quhet qartësia ambientale. Pra unë ky jam dhe për këto parime që ndroj dhe jo të rikshojmë që jo si e don ky apo kjo vend stres. Vend stres ata se nuk din si të sillen, si të jetojnë, janë ta. Kur je i qartë dhe krijohet kjo qartësia ambientale, kjo e qetëson shumë situatën. Dhe ka dhe një diçka tjetër nga profesioni jonë. Një pacient nuk e shkon një mjeku me pyet je me forcën time politike apo jo.
Dhe më njerë nuk e pyet një pacient kështu i kjo vjen krejtësisht e natyrshme, nuk ka çfarë ndronjë. Në kundërshtim me parimet Dhe me me student jo se nuk bën asnjë sens, sidomos ke fusha jonë, se filozofia ndoshta një fushë tjetër në filozofinë e shkencë politike, ndoshta. Këtu ke ne në mënyrë absolute jo. Unë do thoja që neve duhet kuptojmë një diçka edhe kur vinë ke forcat politike. Shumica dormuese po dulem mund tash me kundërshtarin tim më të egër politik këtu, mund zbulojmë për shembull që mund të kemi shumë gjëra të përbashkëta. Dakor? Kemi disa parime që na ndajnë dhe për këto neve qëndrojmë ballë për ballë, por shumë gjëra tjera na bashkojnë. Dhe kjo është çështje e veçantë. Duam neve të fokusohemi ke çfarë na ndan, duam neve të fokusohemi ke çfarë na bashkon. Krahar që fokusoheni më tepër te ajo që ju ndan. Po patjetër se hajde në debat, do e zbulosh zën publik, që gjërat që bashkojnë nuk tërheqin audiencën. Okay. Është çështja e audiencës. Është çështja e dëshirës së medias, se nëse media jeni sa më shumë. Nuk ka, po kjo është e vërtetë. Këtë më konfirmoni, nxisin ata patjetër ku ka më tepër sharr, ka më tepër audiencë. Dhe ata të shesin se produkti i tyre ai është, do ta kuptojmë, ky është një biznes, ata kanë një interes të vetëm, nuk po anatemojmë, po duhet kuptojmë rregullat e lojës që janë. Nga krau tjetër që tregosh ide të ndryshme, se ti çfarë është politika? Është shfaqje idesh. Është dhënje idesh dhe mundohesh të shesësh një ide që kjo ide është më e mira. Dhe ti bësh pak lavash truri do thoya. Dhe ti do bësh debatet e ideve. Dhe debati i ideve është kur ke një pozitive case dhe një negative case, pra një palë nga ky krah dhe një palë nga ai krah. Ose siç kemi pas neve herët projektet e debateve që bëjnë ndërmjet gjimnazëve. I njëjti parim, pra unë kam qenë brezi i parë i përfshirë. Pra parimi nuk është që ne jemi ndryshe dhe mbrapa do vritemi ne tash. Ne nuk kemi kundërshtar luftarak. Pra nuk kemi në luftë. Ne jemi politik, patjetër nëse dikush ka shkel ligjin, merret ligji me të. Nuk do bëjmë vetë gjyqësi. Por shumica dormuese situatave të bashkon. Pse tash? 95% mendoj unë, s'është bërë një studim, por mendoj unë që 90-95% e njerëzve duan që bën një jetë qetë, një jetë lumtur dhe fëmijët e vet i shohin sa më mirë. Tash pyetja e madhe është kjo ideja apo ajo ideja që i bën këta më mirë? Po objektivi është i njëjti. Normal. Pra ne po konkurrojmë për llojin e idesë që çon ka ai objektiv, po kjo është e përbashkët. E kuptoj. Nëse pastaj objektivat i kemi të ndryshme, si janë disa mendime ideologjike tipit do lëvizim drejt perëndimit apo do lëvizim drejt lindjes, se janë këto, i kemi parë për shembull në Kosovë ndodhin shumë gjatë viteve të kaluara, derisa u impostu pastaj Rugova dhe tha jo ne kemi drejt perëndimit, ndërkohë që Bosnia shkoi drejt lindjes. Po ti shihni ju këto, kjo është çështje komplet tjetër pas, se këtu është objektivi ndryshe. Kurse këtu kemi një objektiv. Nëse kemi një objektiv, atëherë pyetja është si do arrijmë neve aty. Kush është më efektshëm, kush është më i shpejtë, se kjo na intereson. Dhe kush na vjen neve në lojë? Indikatorët e matjes suksesit kush janë? Që një zonë të jetë, që një vend të shkojë për mirë, do të thotë që njerëzit po shkojnë drejt asaj zone. Për të jetuar. Nëse një zonë po shkon për keq, njerëzit po i largohen asaj zone. Dakor, kjo është parim shumë i thjeshtë. Pra nëse shqiptarët po ikin në Gjermani apo në Itali apo në SBA, varësi ku po ikin apo në Angli, do të thotë që konsiderojnë atje mirë. Nuk po ikin në Mozambik. Dakor, nuk po ikin në Siri. Sirianët po vinë këtej. Pse? Se kanë luftë ata të shkretët. Brenda Shqipërisë, nga qytetet e tjera po vinë tjera. Brenda qyteteve të tjera, nga zonat rurale po shkojnë në qytet. Fra, migrimi është një histori e vjetër e njerëzimit, lëvizet gjithmonë nga i vend më i keq drejt një vendi më të mirë, me shumë dimensione dhe variabla që i takon atyre si vendosin si, por detyra jote kush është? Bësh atë baçën e bukur që përmirësh që këto të fillojnë dhe të vinë këtu. Dhe këtu është koncepti, dhe i mbash me zorë në burg, e kuptoj. Që kena pa një 50 vjet me këtë, patjetër s'kishte emigrim masiv gjatë regjimit, apo do krijosh një ambient ku ata do duan të vinë njësoj se që kanë kriju këto shtete të tjera se në atë rrugë po zgjedhin ta. Dhe kjo është element kyç, dhe unë do thoja një element që do shtuar me se s'bën, po bie në mënyrë të tmerrshme lindja e fëmijëve.
që do thotë numri i familjeve është në zbritje, është në pikjat, do mbështetur familja. Për mua do mbështetur familja. Nëse nuk mbështetet familja, gjithë tjerët i kemi bërë kot. Pra ne nuk jetojmë këtu për të bërë godina, ne nuk jetojmë këtu për të bërë qoftë edhe libra, ne jetojmë këtu për të pas një trashëgimi familjare, familja të heci për të edhe se po vdiq familja, na rrofshin. Pra një qytet nuk është se janë bërë qytet godina parë dhe pastaj kemi sjell njerëzit. Ja. Kanë ardhur njerëzit parët dhe syllodhoi ekstra nevoja ndërtu shtëpia, shkolla, universitete, stacione policie, ujësjellca, ku diun si mbas nevojës. Po këto dha kundërta. Pra kjo gjithë bëhet për njerëzit. Dhe baza e njerëzimit është familja. Nëse gjeni juve ndonjë etni diku në botë, të çfarëdo lloj grade zhvillimi, të çfarëdo lloj mendimi fetar, të çfarëdo lloj kulture që nuk ka familjen në bazë, ma thoni sepse unë nuk e di se kush cila qoftë ato tribut më të largët të Amazonës kanë gjithmonë bazë familja. Prandaj kjo është ajo çka duhet mbrojt dhe rreth rrotullusaj vendosa rraf koncentrik të gjithë elementet e tjera të shoqërisë. Në fakt profesor na ka ardhur edhe një pyetje që është pak e lezetshme e këndshme. Edhe unë domethënë bashkë me Arion e zgjodhëm thamë dhe ja bëjmë profesorit me patjetër këtë. A pranon profesori nëse e ftojnë për një kërcim latin? Po, njerëzit si duket dhe ishte thjesht. Jo kam parë. Përgjigjja është po. Okej, po. Unë mendoj që edhe herë njerëzit duhet të eksplorojnë pasionet e tyre, njerëzit unë tash nuk mund të bëj dot sporte, mos nuk bën dot më sporte, por duhet të hypësh malin, duhet të shkosh në det, duhet të zhytesh, duhet kërcesh nëse ke qejf, duhet të rish me njerëz. Ore, jeta ka të bëjë me eksperiencën. Po zbëri eksperjenca, patjetër jo me zor, jo për të shtirë, jo për emocion dhe mëte. Duhet bëj eksperjenca, nuk ka të bëj me grumbullim mjetesh. Kam unë 40 palkpuc, kam 30 celular, 7 shtëpia, 2 vil. Ç'ë duan, asgjë s'do marrësh me vete. Ato që do mbashmon fund fare janë eksperjenca dhe emocionet si e ndjer me ti këta. Çdo gjë tjetër ka një vlerë absolute. Për shembull, po të them unë ty, i mban mend ti ku diun çfarë puzës ke pas para 8 vitesh. Do kesh blerë palpuzë që kanë përqyrë shumë për 3 ditë, aq dhe javë, dhe kaq. Po të them unë ty, a mban mend ti një herë kur ke qenë dhe ke bërë një diçka? Po, patjetër. Do të jap një shembull. Qofse rastësisht ti e xhiro në një qytet evropian, ku dush jashtë Shqipërisë, dhe rastësisht ballë për ballë te vjen një shok jot i mirë. Rastësisht e takon. Kaloni kohë. Shefi madh, eksperiencë, ishte pa pritur gjithë jetën. Kurse kur ta kesh rutinë, jo. Pra, eksperjenca. Njerëzit duhet bëjnë, të shkruajnë libër, duhet të udhtojnë, të eksplorojnë, nuk e di, të bëjnë çfarë përgjigja është po. Për këtë dhe për këto eksperiencë tjetër që bën sens. Okej. Ka qenë profesor pyetjen nga ndjekësit. Tani jemi drejt fundit bisedës dhe unë dua t'ju pyes si motivon ju studentët tuaj çdo ditë. Kjo është super pyetje e vështirë. Kjo është pyetje e vështirë se si mundohem unë të motivoj, se si ti motivosh, pastaj është çështje tjetër. Një nga pyetjet bazë është që tentoj t'ja bëj çdo grupi kur hyn është pse jeni këtu? Pse keni ardhur? Çfarë përgjigjesh mirë? Pra në orën 9 mëngjesit kemi mësim dhe ty je zgjuar mëngjes, ke la syt, ke ngrënë mëngjes, ke hyp këmbë dhe ke ardhur këtu. Pse? Çfarë përgjigjesh mirë? Pse bëj këtë pyetje? Për mungesa, detyrimi, orari, dakord, gjëra të tilla. Dhe më pas i bëj pyetjen po mirë, se duke qenë se jam vit 5 dhe 5 vjet përpara kur zgjova mjeksin. Pse e zgjova? Dhe ti fillon ëndra, mision human, nxitje nga prindët, nga familjarët, punësim, e shoh gjëra tjera. Çfarë ndodhi këto pozita? Që këta njerëz nga këtu erdhën këtu. Ço ta them këtë? Motivimi rreth parë duhet jetë te personi. Se nëse s'ka motivim ose i ka vdekur motivimi, sepse ja kanë vdekur motivimin, ja kanë pre ato krahët dhe i kanë thënë që ti në shkollë duhet vish që të mësosh për provim. Ti nuk vjen në shkollë për të mësuar për provim. Ti në shkollë vjen teorikisht. Teorikisht duhet vish që të marrë ato kompetenca që duan nesër për punë. Që nesër kur dalësh punë,
ti ta arrish bësh atë punën tënde sa më mirë që ti je mundur, jo çfarë note ke marrë ti në provim, ajo është gjëja më e parëndësishme. Dhe një nga pyetjet bazë që i bëj është sa periudhë din të masin presion e gjakut. Po, këtë e mbaj mend. E mban. Dhe vit 5 gjithë thonë e masin presion e gjakut. Sa hapa ka? Dhe pastaj sa hapa ka, fillon bjen e me radhë, pse them këtë, ky është studim tash, mjekësia bazohet në evidenca. Në 2017 është publikuar në SBA një studim i bërë nga 32 shtete, në 32 shtete të ndryshme të SBA-s, student mjekësisë, dhe u zbulu që vetëm një rast ndër 159 studentë mjekësisë dinte të maste presion e gjakut. Tash ty, nëse ne nuk jemi shumë më mirë se sa universitetet amerikane, do të thoya që dhe ne nuk jemi dot ke 100% që nëse ata janë 1 ndër 150. Ose përndryshe këtu do të ishim mbush me studentë amerikanë që vinë studiojnë tek ne, se ne që kemi zotët. Problemi është që ne kemi divergu sistemi arsimor, jo vetëm kemi në shkallë globale, unë të thash Amerikë dhe është shumë i madh këtu, që su e zit masi presione. Ama ju lodhim, te ky është faji dhe joni, ju lodhim duke bën ju të mësoni ciklin e krepsit, pra skille shumë të rëndësishme që duhen pranë pacientit, harrohen. Ose nuk mësohen fare dhe fokusohemi tek përkufizime përmendsh, tek libra e me radhë. Ndërkohë po të pyesni studentë shtetit publik, unë provimin ja bëj me laptop, me celular, me libra, me çfarë mund dalin, mund të pyesin, mund të marrin telefon. Unë kam nevojë që të më japin një përgjigje, pasi kjo është jeta reale. Nesër kur ti të kesh një pacient, mund mos dish se çfarë do bësh, do hapësh një libër, do hapësh internetin, do pyesësh një koleg, do bësh një ekzaminim shtesë, ëh? Kjo është jeta reale. Unë kam nevojë për zgjidhjen që ai pacient trajtohet, nuk kam interes që ti dish ciklin e krepsit përmendsh. Nuk më intereson, për këtë kam internet. Për sot dhe harron nesër. Dhe motivimi që i bëj, që dëntoj që ti bëj, është kjo hapja e syve. Kujtohu pse ke ardhur. So kujto dhe mbaj syt, mos i hiq syt nga objektivi, syti ke objektivi. Objektivi është ai të arrish këto kompetenca për të bërë këtë lloj gjëje. Dhe fatkeqësisht, kjo ndodh që herët që para se të hyjnë mjekësi, që ne i përzgjedhim siç tham përpara kimi fizik biologji apo jo. Po aftësia komunikuese. Këtë se masin dot. Po empatia. As këtë. Po njohja e emocioneve të tjerë. Po qetësimi në rastin. Si masin dot. Dakor si masin, po a vlerësohet kjo për ty? Dhe rrugës gjatë 6 vjeçarit a bëhet diçka për ta mësuar këtë? Dhe pastaj ne kemi situata që ai doktori nuk dinte të fliste. As nuk është përzgjedhur dhe as nuk është trajnuar për këtë. Pra nëse ka kapacitet vetëm personal, dakor, po nuk e ka bërë. Empati, po ka qelluar. Dakor, empatia është o do ta trajnoj, pra është inteligjenca emocionale që në fillim janë shumë të rëndësishme këto elemente. Fatkeqësisht nuk i jepet rëndësi në kurrikula, nuk i jepet rëndësi në diskutim dhe nuk i jepet rëndësi asaj që ne quajmë competence based education. Pra edukimi duhet bazuar në kompetencat që duhet të kesh. Pra kompetencat janë 1 2 3 4, duhet dish të bësh te 1 2 3 4, duhet dish pastaj të bësh një komunikim sa do komunikosh. Do duhet dish ta mbash, do duhet të punosh me veten tënde, çfarë tham dhënat, si mund ta bësh më mirë nesër. Mendimi kritik, një përpjekje për të futur gjithë këto elemente që ju sapo përmendët në. Nuk ka fare përpjekje askund në kurrikulat mjekësore, pra tendenca është që ta kthesh këtë studentin e ri në një lloj roboti që zbaton ca protokolle, pra nuk duhen në një botë, kështu mund të ishte si një punëtor uzine, një blue collar që e quajmë neve, që ka këtë detyrë bababab dhe këtë bën gjithë jetën. Pra nëse të del, duhet të mendosh, kështu ai as. Atë patjetër kemi nevojë për një se kemi punë rutinë. Për shembull, do masësh sheqerin gisht. Po rutinë është kjo, patjetër, nuk është, po themi tash që ne po bëjmë gjithkohë shpike. Por ke nevojë për mendim kritik, eksperienca nuk avancon dot. Dhe një këshill që nuk kam mendjemadhsinë që të them që i jap unë motivimin dhe tash e bën, një këshill që jap i lutem mos bëhen klonet. Mos bëhen gjithë njësoj. Se kështu bëhen gjithë njësoj. Pra kanë të gjithë pak a shumë të njëjtat njohuri, kanë të njëjtat notë, kanë të njëjtat gjë dhe kur na vjen puna nesër që ne duam të përzgjedhim dikë për një pozicion, klasikisht një intervistë pune, nëse do duhet bëj siç bëhet. Dhe për të përzgjedhur diçka kur ke 5 vet përballë që janë identik njëri me tjetrin, si do i zgjedhësh?
S'kesi. Jo, kesi. Nëse nëse bën këtë intervistë, Dhe këtu hyn Dreqi. Loj. futen ato. Po patjetër. Teknikat e tjera që përmend. Po ti tani diko do e zgjedhësh. Ta. Dakor, ke 5 veta njësoj, po të japun, po nëse ty të jap nga këto libra, 5 libra njësoj. Po i marr aty se paska libra që janë 5 një. Ti do e zgjedhësh një, si e zgjedh ti jap një? Është sepse krijon një preferencë tjetër. Për shembull, po ky është dhe çunxhaje me filane. Dakor, Është çun mjeku. ose ky është nga Ioni, E kuptoj. e kupton? Ose për këtë ka shty e ka marrë telefon. Është fut këmiku. Pse? Se kompetenca që do japin ato profesion do jetë njësoj. Në atë pikë, po shkojnë tek konfidenca. Fitor. Prandaj unë do thoya që njerëzit ne kemi evolu si specie humane duke diversifiku, duke u mundu të evolojmë ndryshe njëri nga tjetri, ndërkohë çfarë bën shkolla dhe sistemi arsimor na bën të gjithë dhe njësoj, na bën klone. Dhe na ka heq nga natyra që ne jemi të bukur se diversifikojmë. Nga kjo s'do hiq dorë. Klone nuk duhet bëhen. Kjo ka qenë këshilla e dekanit tim të parë në orën e parë të mësimit leksionit si student, dhe këto nuk kam për ta hapur. Nuk po më bukur. Po një rast profesor që juve ju ka emocionuar dhe ju ka thënë sa mirë që zgjodha që të bëhem mjek. Jo. Nuk di të them se unë tash, unë kam hyrë në mjekësi me parimin që më pëlqente, që më jepte satisfaksion, nuk ka qenë një diçka që këtë apo atë, dhe ka dhe një diçka. Në studi ti duhet ta krahasosh me çfarë ta krahasoje tani. Në atë profesionin tjetër, nuk mund të krahasosh dot një eksperiencë që s'ke bër. Pra, a ishte më i mirë ky udhimi në Everest apo ai në shkretir, po shkretir s'ke qenë kurrë. Nuk si ka është. Ti mund të thush, dakor, mund pëlqente që në fillim Mali, Bora, lartësia madhe, dhe patjetër Everesti përmbush, shkretira nuk i përmbush. Dakor. Por nuk mund të krahasosh dot dy eksperjenca kur njëra s'e ke bër. Por te. Dhe për ta përmbyllur. Se ajo është dalë më mirë. Ndryshe. Këtë nuk e di. Nuk do ta them. Nuk mund të kemi hyrë ke hipoteza. Va. Dhe për ta mbyllur profesor, çfarë i thoni gjithë atyre mjekëve të rinj që duan që të largojnë nga Shqipëria, pse duhet të rinë në Shqipëri? Duhet t'ja them e zor? Jo, ju si mendoni? Jo, unë i them, Cilat janë arsyet? unë i them shumë se fresh duhet që të kontribuojnë në Shqipëri. Jo, kjo është e gabuar, po t'ja them këtë është e gabuar. Kjo është egoiste. Okay. Se kjo do të thotë që rrisë duhet se munduesh mu. Jo, kjo është egoiste. Unë mendoj që çdo njeri shumë e rëndësishme mos bëhen klone. E kthejmë dhe i herë, mos bëhen klone, pra jo se po hikin të gjithë. Po eca me këtë parimin, po hikin të gjithë, jo. Pyetja është individuale. Se do t'i është ti personalisht ulu pak në tavolinë dhe mendo plus minuset. Pra nëse unë qëndroj këtu mund të bëj këtë për 5 vjet, plani 5 vjeçar. Idealisht tu duhet të kesh një mentor. Pra i këshillimi i karrierës duhet të jetë shumë i rëndësishëm. Pra nëse bëj këtë, ku jam mbas 5 vitesh? Çfarë kam pozitive, çfarë kam negative? Kur hiki, kur rri, dhe pastaj duhet të ulesh, duhet të marrësh qetësintate, të shkosh me në event, mundësisht një 3-4 ditë mos flasësh, mos të ndërhyj askush, qetësor do të marrësh një vendim. Me atë vendim pastaj të jetosh, por të kujtosh dhe një diçka që vendimet nuk janë të shkujt me ngur. Zbulon që nesër po e provojmë pak, provoje. Bëj edhe eksperiencën jashtë, eksperimeve shumë ku ja pozitive, mos t'i vjen tash ti neve gur ndërgjegje kaq të fortë një triu që tash ti po sike tash të ndjesh fajtor sepse jetë e mot kanë migruar njerëzit. Tash ti çështja është për ty, për familjen tënde, për komunitetin tënd si është më mirë. Të rrish, të ikësh, është vendim individual. Vetëm gjë mos u ndikon nga masa. Mark Twain ka qenë ky që thonte sa herë e gjej veten tek shumica, kuptoj që kanë bërë diçka gabim. Shumë e bukur. Kështu që po i gjeta veten që shumë vetave ka diçka që nuk shkon. Do dil nga kloni. Dil dhe mendo. Pse? Ka fusha specializimi për shkak që më duke fol për një, që në Shqipëri nuk ekzistojnë. Pra nëse ti don kaq shumë të kesh shkollim, kjo në është dhe i detyruar shkosh. Ndoshta atje gjatë shkollimit ton mund të fillosh të mendosh, a mundet kjo të transportohet në Shqipëri, të sillet në Shqipëri apo jo, ndoshta mund ta mendosh këtë.
por duhet dish dhe vërtetën, terreni i vështirë është Shqipëria. Shumë i vështirë. Pra duhet kesh një çik ngulje, duhet kesh një çik mos të mërzitesh, mos lodhesh, Të presësh durin. do ketë shumë bryla, do kesh atë fjalinë e famshme u bë ky. Me argu me na tregu ne, po nëse është fushë e re, patjetër dikush do vi, do ketë gjithmonë një të parë, apo jo. Ka fushat tek ne që janë pozitive, për shembull fushat kirurgjikale, të paktën sipas eksperiencës atyre që i bëjnë, thonë ndoshta teknikat bashkohore, sepse evoluon ajo, duhet shkosh ti marrësh, por ka shumë kazistik, pra ke shumë raste. E kuptoj. Dhe kjo ka të bëjë me bërje rastash, kjo ta vlen ndoshta pastaj ti jesh këtu. Ndoshta jo atje. Tu varet se sa të lënë sa hapësirë ke është pak komplekse mendoj. Dëgjoj, shpresë, frikë, poshtrim. Këto treja. Ne duhet bëjmë maksimumin që tulim poshtrimin dhe frikën dhe të rrisim maksimumin shpresa. Pra nëse ne arrijmë bëjmë këtë lloj kandari, do kemi më shumë njerëz që do na arrijmë, gjithmonë do kesh në një që ikën. Se atëherë kur ishte në mbyllur kishte një që ka përcent do thynte kufirin dhe u arratisën. Gjithmonë do kesh, por do ndrosh bilancën. Ndrosh bilancet. Nuk e ka në dorë i riu këtë, shumë prej këtyre elementeve, kështu që ai mund të mendojë në individual. Nëse është për të mirë ta dheut, e ka për detyrë ai që e qeverisë atë. Patjetër se ka marrë për detyrë ta çojë përpara, dakor, nuk e ka vënë njëri me zor. Tash ti, meqense se bëj unë që e kam marrë me dëshirë, kam kërkuar dhe votën, bëje ti me detyrim se duan. Nuk funksionon kështu. Logjike ftohtë. Në Rumani për shembull, shumë thjesht, ja çon rrokat 4.000 euro brenda muajit, dhe çuditërisht mjekët nuk iknin më. Shpresa u bë më e lartë dhe poshtrimi Fribe. Poshtrimi, se për sa punosh ke studiu 10 vjet, mjekësi plus specializim dhe pastaj të marrësh një rrokë shoqërake, quhet poshtrim. Dakor? Kështu që ata punon kështu, ulën poshtrimin dhe rritën shpresa. Rumania nuk ka më largim masive mjekësh. Do është profesor dhe ne do kemi këtë shembullin e Romanisë, po deri atëherë ndoshta duhet që deri atëherë secili duhet mendojë në mënyrë individuale, mos bëhet klon, do të bëj plus minuset e veta. Unë personalisht kam menduar që plus minusi lëviz në krahun tim në qëndrimin këtu apo në kthimin këtu. Po jo detyrimisht për dikë tjetër, normal, është njësoj. Duhet heqim dorën se shqiptar ti mbushim mendjen tjetër, se përderisa funksionon për ty, edhe ti duhet ta bësh. Jo. Unë të ofroj këtë ofertë dhe atë ofertë. Ty zgjedh një tretë. That's okay. Me zor nuk bëj gjë. Dua shumë që t'ju falenderoj për Unë kam se kemi ecë shumë në orar, nuk ka revançizëm, po nuk ka problem. Unë ka shumë si bisedë, domethënë, edhe më kujtuan ato bisedat që kemi bërë kur jam qenë student, ju profesori imi, edhe atëherë domethënë i shijoja shumë, edhe mesazhet ishin shumë të qarta, kështu që shpresoj ta kenë shijuar dhe ata që e kanë ndjekur. Faleminderit. Shumë faleminderit që na keni ndjekur deri në episodin e radhës, sa më shumë shëndet dhe paqe pat.